Shkak tjetër që na falen gjinohet është një hadith shumë interesant, që meriton me të vërtetë të flitet shumë për të, por unë po e them në nguti. Në një hadith përmend Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se i kishte ardhur në ëndër Zoti i gjithësisë dhe i kishte thënë: "O Muhammed, a din ti se shoqëria e lartë, melekët në qiell, Gjibrili, Mikaili e melekët e tjerë, a din ti për rreth shkafit ata bisedojnë? Cili është derti i tyre?" Atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha: "Nuk e dita, padyshim nuk e din ka sa i tok." Thot atëherë Allahu xhallahu ala më frymëzoi dhe më mësoi se për çka ata po diskutojnë. Shikoj muhabete me laçeve, e këshir muhabetet tona për çka na diskutojmë. Fima yahtasimu al-mala'u al-a'la. Në çka po debatojnë shoqënia e lartë, elita e krijesave të Allahut azza wa jall, në xhennet, në qiell, për çka po bisedojnë? Tha po bisedojnë për el-mukaffirat edhe për darajat. Po bisedojnë se çka ja fal dikujt, me çka falen gjunahet, edhe me çka ngritën drejtat. Çfarë detën me laçeve për neve? Me laçeve nuk vjen mi fal gjunahet, apo se me laçe s'kan gjunahe. Andaj me laçet bisedojnë edhe e kanë dert gjunahin ton më shumë do të se na. A mbledhëm na në herë dhe me dertu çysh më na fal Allahu gjunahet? A flasim na më shumë për politika, për gjunahet tona? Cila është më e rëndësishme? A flasim na më shumë për dert të hallkut apo për gjunahet tona? Për çka do me laçe që s'kan gjunahe bojnë dert më shumë për neve për to gjunahe? E çka i fal gjunahet? Çka i fal gjunahet vllai nderuar? Kot emel kefarat, se i përket kefarateve, ato që i falin gjunahet, el mukthu fil masajid ba'da as-salawat, menajt mas namazit pak më garb xhami. E ke fal namazin, jon kry kret, njerëz po dalin, rri pak më garb xhami. Përmend Allahu xhallahu ala. Lexo Kur'an. Në veçantë këtë muaj të bekuar, le të qëndrojmë në xhamia pak më shumë se veç qëndrimi jon për namaz. Kjo na i fal gjunahet. Po sebeb kryesor sikur se ka në hadith për të na fal gjunahet. E dyta ka thonë wal mashyu ala al aqdam ila al jamaat, edhe ajo që u fal gjunahet, jo mundson marrit këtë sukses, vëllezër të nderuar, është me ecë në kom dhe në xhamia. Ka herë mos e rrez kërën hiq me shkuar, edhe pse pak të bien larg, nëse ki mundësi normal që nuk është barç, po nëse ecë në kom, kjo ndikon që mu të fal gjunahet me lejen e Allahut azza xal. Edhe ka thonë isbagul wudu'i fil makarih, edhe me marr abdes mirë, jo si shpejt, po mirë me marr abdes. Tamam që ka marr abdes pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe pse nganjëherë vjen vështirë. Mund të jetë ftoft, mund të jesh i përgjumshëm, mund të jesh përgut, edhe pse nuk vjen pak këndshëm, por ti përkundër kësaj, merr abdes si duhet, përgatitesh për namaz si duhet, me lejen e Allahu xhallahu ala, kjo ndikon që të na falen gjunahet. E ka emër darajat, e se i përket deregjeve, çka na ngrit shkallë tek Allahu azza xal, janë tri na i falin, e tri na ngritin. Merë këtë porosi, këtë hadith, prej sa të futën praktik. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, emër darajat, kjo është muhabeti kujna, i me lajkeve qiell. Aja që i ngrit deregjët është ifsha'u salam, me përhap selamin, me u dash me zveti, selam aleikum, me dash mirën vllaut tan, me dash paqen vllaut tan, që kjo të ngrit tek Allahu xhallahu ala, nuk ngrit tek Allahu zilia, e as lakmia, e as urrëtia, e as mashtrimi. Wallahi nuk ngrit tek Allahu hilja, por tek Allahu të ngrit sinqeriteti, dashuria për dikën tjetër, mirësia, bamirësia, këto të ngritin. Ifsha'u salam, selam, buzëqeshja ndaj vllaut tan musliman ka do që t'jesh. Wa it'amu ta'am, e dyta që të ngrit tek Allahu xhallahu ala është me dhon ushqim. Çka ushqim, çka iftar, çka sa muesh këtë muaj nga ushqimi. Kujdo që ke mundësi të varfërve, të afërmve, miqve, shokve, fëqinjve, të amu të amë. Njeriu me çke pushim. Edhe treta, salatu bilejli wa nasu niyam, aja që ngritet tek Allahu xhallahu ala është mu fal natën kur njerëz janë gjumë. Të rjek gjumi, të rjek shtrati apo të rrin natën falësh për Allahu xhallahu ala, nuk ka diçka që ngrit më shpejt se këto vepra tek Allahu xhallahu ala. Andaj ti marrëm këtu parasysh të ndëruar dhe ti përdorim në jetën tonë të përditshme që përmes këtyre të arrijmë që Allahu xhallahu ala të na i falë mëkatet tona.